Ju njohim me përmbledhjen javore të lajmeve. Kjo është Radio 7. Diaspora shqiptare vion votimit për zgjedhjet e 11 majit. Deri më sot 45.34% e emigrantëve e kanë kthyer në Shqipëri për numërim votën e tyre. Më 14 prill nisi te dërgimi i zarfeve nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. 116.000 emigrantë nga 218.000 që i kanë marrë zarfet i kanë kthyer ato, ndërsa rreth 25.000 persona ende nuk i kanë pranuar zarfet e dërguara. Tashmë kanë mbetur vetëm disa ditë që deri më 11 maj në orën 19, rreth 55% e fletëve të mbetura të mbërrinë në Shqipëri dhe të numërohen për rezultatin përfundimtar në secilin qark. Italia kryeson me 20.6% të votave, pasuar nga Gjermania me 6.5% dhe Greqia me 5.6%, e cila po rrit ndjeshëm ritmin e kthimeve ndonse me ngadalësi. Ministri i Drejtësisë i Shqipërisë, Ulsi Manja, premtoi plotësim të vakancave në sistemin e drejtësisë deri në fund të vitit 2026. I ftuar në një studio televizive, Manja u shpreh se nga procesi i vetingut u larguan 53.7% e gjyqtarëve dhe prokurorëve. Sot nga një problem sistemi me vakancat e krijuara, por kemi shkollën e magjistraturës. Nëse para reformës në drejtësi kishim 408 gjyqtarë, duhet të shkojmë te kjo shifër. Aktualisht 246 gjyqtarë sot janë në sistem dhe 106 shkolla në magjistraturë. Me strategjinë që kemi për plotësimin e vakancave në fund të vitit 2026, do të plotësohen të gjitha vendet bosh në sistemin e drejtësisë, u shpreh Ulsi Manja. Po ashtu, ministri theksoi se për të rritur eficiencën e sistemit, masat ligjore do t'i paraqiten shumë shpejt parlamentit. Të gjitha bizneset që kanë pranuar të deklarojnë shfrytëzimin e tyre, 65% të totalit e kapaciteteve akomoduese për pushuesit të caktuar nga qeveria, nga sot deri më 30 qershor nuk do të kenë kontrolle tatimore. Në total janë rreth 1000 hotele që kanë pranuar këtë deklarim. Referenca e shfrytëzimit nga qeveria për hotelet, resorte dhe strukturat akomoduese erdhi si një masë për të frenuar fenomenin e mosdeklarimit real të numrit të pushuesve dhe të dhomave të shfrytëzuara. Për fazën e 2 sezonale, nga tetori deri në prill, norma e shfrytëzimit për strukturat është rreth 30% e totalit. Rajoni. Vjojnë dështimet e radhës për konstituimin e Kuvendit të Kosovës. Në seancën e fundit në përpjekje për konstituim, kryesuesi i saj, Avni Dehari, propozoi që votimi për kryetari i Kuvendit të bëhet në mënyrë të fshehtë me fletë votime fizike, por ky propozim nuk u miratua, por të ishin vetëm 55 deputet. Seanca konstituive do të vazhdojë për të 10-ën herë më 3 maj në orën 10, bëri të ditur kryesuesi i saj Avni Dehari. Është detyrim që seanca konstituive të zhvillohet 48 tetor pas ndërprerjes. Ministri i Financave i Qeverisë së Kosovës, Ekuran Murati, pretendon se është opozita ajo që po e bllokon procesin e konstituimit të Kuvendit. Në një konferencë për shtyp, Ekuran Murati nga lëvizja vetëvendosje tha se nuk kanë ende asnjë marrëveshje me deputetët e tjerë. PDK, LDK, AK dhe lista serbe që bllokuan. Ata ende pa e dëgjuar, sepse dëgjova këtu që parafolësit thanë se u kundërshtua edhe një herë Albulin Haxhiu. Ende pa e dëgjuar kandidatin vendosin pra që të dalin kundër. Krahas asaj, Ekuran Murati deklaroi se kryeministri Kurti ftoi në bisedime 2 partitë më të mëdha, pasi duhet gjetur një rrugë përpara. Në pajtim me aktgjykimin e gjykatës kushtetuese të vitit 2014, konkretisht paragrafin 124, ku kërkohet apo propozohet dhe mundsohet që votimi të jetë i hapur, i fshehtë apo çfarë do forme tjetër, në mënyrë që të konstituohet kuvendi. Pra synimi është konstituimi i kuvendit e jo bllokimi. Gjykata kushtetuese ka paraqë cila do prej këtyre formave të votimit mund të përdoret. Kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës akuzon kryeministin Albin Kurti se po sakrifikon vendin për Albulin Haxhiun. Po më vjen keq në çfarë situate po e vendosin Avni Deharin vetëm për shkak të moshës së tij. Është një keqpërdorim absolut i një deputeti të Kuvendit të Kosovës, gjë që më vjen keq që po e pranon këtë rol, po kjo është pak e rëndësishme në raport me arbitraritetin e lëvizjes vetëvendosje që më të rëndësishme po e konsideron Albulin Haxhiun se sa Kuvendin e qeverinë e Republikës së Kosovës. Në një konferencë për mediat, u shpreh shqetësuar me insistimin e vetëvendosjes që Albulin Haxhiu të votohet për krye parlamentare. Kritika pati dhe për propozimin e ndryshimit të mënyrës së votimit në seancën konstituive. Nuk ka ndryshim të qëndrimit bllokues nga ana e lëvizjes vetëvendosje. Por më keq, ata sot shkuan edhe bënën shkelje të hapun kushtetuese. Me ftun votim të msheft në kohën kur ka fillu votimi tashmë dhe ka dështu sa herë, është absolutisht e palegjshme dhe jo kushtetuese. Nga Lidhja Demokratike e Kosovës reagoi Hykmete Bajrami. Pas dështimit të 9 për konstituimin e Kuvendit, Bajrami vlerëson se nuk mund të shkohet në zgjedhje dhe të shpenzojmë kohë vetëm për shkak se Albulin Haxhiu
nuk po mund t'i ketë votat për kryetare kuvendit. Nuk po pajtohemi për mënyrën e arsimit, si me ecë përpara, për zgjidhjen e problemeve të rinjeve, për papunësinë e plot probleme të tjera, po sepse partia fituese, e cila i ka 48 vota, 48 ulëse në kuvendin e Republikës së Kosovës, e ka një problem dhe një problem të vetëm. Ata i kanë reduktu problemet e të gjithë qytetarëve të Republikës së Kosovës në emrin e Albulena Haxhiut. Dhe në qoftë se shkojmë zgjedhje, shkojmë jo për shkak se nuk po kemi mundësi të zgjidhim problemet e qytetarëve të Republikës së Kosovës, sepse lëvizja vetëvendosje po refuzon të konstituojë institucionet dhe të merremi seriozisht me këto probleme, po dëshiron t'i përsërisim zgjedhjet për ta bërë zonjën Haxhiu kryetare të kuvendit të Kosovës. E me votat e Lidhjes Demokratike të Kosovës, ajo nuk do të bëhet kryetare as edhe pas një procesi zgjedhor. Kritika pati dhe mbi propozimin për ndryshimin e mënyrës së votimit në kuvend. Pos dështimeve sot siç e patu bë edhe një shkelje tjetër kushtetuese ligjore me arbitraritet në një proces të votimit i cili tashme ka filluar dhe ka një kohë të gjatë, u tentua që të ndryshohet mënyra e votimit. Në fakt, rregullorja e kuvendit të Republikës së Kosovës përcakton mënyrat e votimit për çfarëdo lloj votimi, që është e fshehtë dhe është mënyrë e hapur, mirë po kjo përcaktohet në fillim të procesit. Alianca për Ardhmërinë e Kosovës reagoi Time Kadriaj. Ajo deklaroi se kjo parti do të duhet të siguronte 61 vota për të zgjedhur kryetarin e kuvendit dhe të ndryshojë emrin e Albulena Haxhiut për kandidate për kryetaret kuvendit. Lëvizja vetëvendosje është dashur të sigurojë 61 vota për votimin e kryeparlamentarit, jo të kaloj në këto seanca të tilla e cilat vërtet nuk është në rregull. Kadriaj ofroi edhe zgjidhjen për të dalë nga kriza. Vota jonë e keni parë, nuk kemi marrë pjesë, kemi thonë që s'do të marrim pjesë në këto forma dhe këto ekzibicione që përbën lëvizja vetëvendosje dhe asnjëherë nuk do të bëhemi pjesë e lojrave të tilla të cilat organizohen. Dështuan në formimin e një komisioni, nuk ishin vota dhe tash shohim se çfarë do të ndodhë në seancën e pasnesërme. Kryetari i nismës socialdemokrate Fatmir Limaj tha se nuk marrin pjesë në votime ku ka shkelje. Ai foli pas dështimit të propozimit për votim të fshehtë. Si në të kaluarën e gjithmonë, vështirë do bëhet pa një marrëveshje politike, koalicionit të qytetit e përcakton, e definon dhe vendos shumicën parlamentare. Dhe ajo shumicë zgjedh kryetarin e kuvendit dhe zgjedh dhe qeverinë dhe qeverisë me vendin sipas mandatit ligjor të dhënë nga qytetarët e Kosovës dhe sipas ligjeve e Kushtetutës së Kosovës. Shpresoj e besoj, kjo është rruga që ndërtohen institucionet, kjo është rruga që bëhet politika gjithku në botë, kështu është bërë Kosovë deri më tani. Marrëveshje politike duhet të ndërtohen para se mu fut në kuvend, dhe ajo shumicë pastaj udhëheq në ndërtimin e institucioneve, prej kryetarit të kuvendit e deri në qeveri. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Bashkëraportuesit e Asamblesë Parlamentare të Këshillit të Evropës, Sibel Arslan dhe Joseph Orell, vlerësuan se Maqedonia e Veriut ka një nevojë urgjente për të reformuar kuadrin zgjedhor në përputhje me rekomandimet e zyrës së OSBE-s për institucionet demokratike dhe të drejtat e njerëzit e Komisionit të Venedikut të Këshillit të Evropës. Maqedonia e Veriut është një vend multietnik, multikulturor dhe multikonfeksional dhe mund të shërbejë si model për vendet e tjera në promovimin e kulturës dhe mentalitetit të jetesës së bashku. U bëjmë thirrje autoriteteve të vazhdojnë në këtë rrugë dhe të marrin masa të mëtejshme për të respektuar dinjitetin, të drejtat dhe nevojat e të gjitha grupeve etnike, deklaruan Arslan dhe Orelli. Ata vlerësojnë se megjithëse është bërë një farë përparimi në vend në reformën e gjyqësorit, ende ekziston shqetësim për shkak të akuzave të shumta për politizim të gjyqësorit dhe korrupsion të përhapur në të gjithë sektorin publik, si dhe mungesës së masave efektive për të luftuar këto fenomene. Autoritetet bullgare nuk lëshojnë për kushtet. Presidenti Rumen Radev, i pyetur nëse pas takimit me kryetarin e Këshillit të Bashkimit Evropian, Antonio Costa, është i gatshëm për lëshime në lidhje me kërkesat e Maqedonisë, ai kërkoi që Maqedonia të mos justifikohej duke thënë se Bullgaria nuk i zbaton reformat nga sfera e sundimit të së drejtës, ndërsa eurokomisionere bullgare Maria Gabriel theksoi se Brukseli dhe Sofia angazhohen për zgjerim të unionit por pa afate. Një maj pasoi me protesta në Republikën e Maqedonisë së Veriut. Lidhja e sindikatave të Maqedonisë shënoi një majin. Të parët që kritikuan ishin deputetët të cilët nuk duan të ndryshojnë ligjin për pagën minimale dhe ta bëjnë atë 500 euro në vend të 400 eurove sa është aktualisht. Protesta përfundoi para qeverisë kur kërkua rritje e pagës minimale, respektimi marrëveshjeve kolektive dhe rritje të gjithave pagave me 100 euro, ku kërkua adhektimi kompensimit për ushqim dhe transport
sikurse e marrin dhe deputetët. Nga lidhja e sindikatave të Maqedonisë së Veriut thonë se nuk heqin dorë nga kërkesat e tyre dhe nëse nuk plotësohen ato do të ketë dhe protesta më masive. Komisionerja për zgjerim i Bashkimit Evropian Marta Kos paralajmëroi Serbinë se do të përballet me vështirësi serioze në rrugën drejt antarësimit në BE nëse presidenti Aleksandar Vučić viziton Moskën javën e ardhshme. Kos theksoi se vendimi i fundit për të udhëtuar apo jo në Rusi takon vetë Vučićit. Presidenti serb ka njoftuar se planifikon të marrë pjesë në paradën e ditës fitores më 9 maj dhe të zhvillojë një takim me presidentin rus Vladimir Putin. Takimi do të ishte i pari që nga fillimi i agresionit të plotë të Rusisë kundër Ukrainës. Serbia ka refuzuar të bashkohet sanksioneve të BE-s kundër Rusisë që nga nisja e pushtimit të Ukrainës në shkurt të vitit 2022. Bota. Shtetet e Bashkuara të Amerikës nënshkruan marrëveshjen me Ukrainën për shfrytëzimin e përbashkët të burimeve të saj energjetike dhe minerale. Pas muajsh negociatash të tensionuara të dy vendet kanë rënë dakord të krijojnë një fond investimi rindërtimi për të nxitur rimëkëmjen ekonomike të Ukrainës nga lufta e saj me Rusinë, raporton BBC. Sekretari amerikan i Thesarit, Scott Bessent, ka thënë se kjo tregon se të dyja palët janë të përkushtuara për paqen dhe për begatinë e qëndrueshme në Ukrainë. Për Kievin marrëveshja shihet si thelbësore për marrjen e ndihmës ushtarake të SBA-s. Ukraina besohet se ka rezerva të mëdha të mineraleve kritike si grafiti, titani dhe litiumi. Ato janë shumë të kërkuara për shkak të përdorimit të tyre në energjinë rinovueshme, aplikimet ushtarake dhe infrastrukturë industriale. Presidenti i Ukrainës ka bërë thirrje përsëri për sanksione më të ashpra kundër Rusisë. Volodymyr Zelenski pretendon se Moska vazhdon të injorojë propozimin e SBA-s për një armëpushim të plotë dhe pa kushtëzuar. Pasi dënoi sulmet e fundit të dronëve rus, Zelenski tha se kishin kaluar tashmë 50 ditë që kur Washingtoni paraqiti një plan paqeje. Për më shumë se 50 ditë, Rusia ka injoruar propozimin amerikan për një armëpushim të plotë dhe të pa kushtëzuar, tha Zelenski. Vladimir Putin propozoi një armëpushim 3 ditor javën e ardhshme, por hodhi poshtë sugjerimet për një zgjatje dhe nuk ka rënë dakord me propozimin e Trumpit për një armëpushim të menjëhershëm dhe të pakushtëzuar, shkruan Sky News. Presidenti i SBA-s Donald Trump ka deklaruar se partneriteti ekonomik i sapo firmosur me Ukrainën për të zhvilluar burimet e saj natyrore mund të shërbejë si garanci e sigurisë për Kievin derisa mbrohet nga lufta e Rusisë. Trump tha se i ka thënë presidentit të Ukrainës Volodymyr Zelenski në prag të funeralit të Papa Franceskut se do të ishte një gjë shumë e mirë nëse do të mund të prodhojmë një marrëveshje që ju ta nënshkruani atë sepse Rusia është shumë e madhe dhe shumë e fortë. I pyetur nëse marrëveshja do ta pengojë presidenti rus Vladimir Putin, Trump tha se mund, por pohoi se nxitja e tij për të rënë dakord për paktin ishte të rikuperojë koston e ndihmës ekonomike ushtarake të ofruar më parë. Presidenti amerikan Donald Trump njoftoi emërimin e Mike Waltz për të shërbyer si ambasador në KB duke e kaluar atë nga roli i tij si këshilltar për sigurinë kombëtare. Sekretari i Shtetit Marco Rubio tani do të shërbejë si këshilltar për sigurinë kombëtare, tha Trump. Mike Waltz ka punuar shumë për të vënë interesat e kombëtorit të parë. E di që ai do të bëjë të njëjtën gjë në rolin e tij të ri. Ndërkohë sekretari i Shtetit Marco Rubio do të shërbejë si këshilltar për sigurinë kombëtare ndërsa do vazhdojë udhëheqjen e tij të fortë në Departamentin e Shtetit, shkroi Trump në rrjetin Truth Social. Ndoqët edicionin informativ të lajmeve në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.